Përshëndetje, po vazhdojmë me videon e tretë në lidhje me sofizmin, tasavvufin. Nëse i keni përcjell dy pjesët e para, jam munduar ta shpjegoj, sidomos në parën, në vija të trasha, historikun nga jashtë. Në videon e dytë, disi ma nga brenda jam mundue me shpjegue sofizmin. Mendoj se keni mujt dar nga dal me e kriju një mozaik paksa më të plotësuar në lidhje me sofizmin. Në këtë pjesë këto, në të tretën, e që është e parafundit, edhe një ka mbet pas kësaj, këto do të flas për lidhjet e sofizmit me shiizmin. Çfarë i ndërlidh ato? Apo, pyetja tjetër, tarikatet tek ne dhe gjithandej në botën islame, a janë tarikate shiite apo janë sunnite? A janë alevite apo janë sunnite? Para se të filloj temën, dy gjana po du me javë thonën. E para, kjo është pak ma specifike, me terminologji ma specifike, ka përsëritje të termeve, për shkak të natyrës së temës, është bajagi ta quj jo e thellë për mu kuptue, po e koklavitën, e unë natë mundësin tem do të mundohem me i shpjegue, andaj keni kujdes, jo që interesoheni për sofizmin, që e doni e që nuk e doni, nëse doni me e kuptue ma mirë, kërkoj nga jo një koncentrim. Dhe e dyta, një çështje cilën unë ndoshta njëherë përpara e kam përmendur kalimthi, po këto po du me qenë ma fix. Ka shumë personalitete islame, akademike, që natyrisht kanë lënë gjurmë të thella tek unë, siç mund të le tek çdo studius, ndonjë dietar apo dietar të ndryshëm. Për shkak kohës, këto nuk po i përmendi emrat e tyre, por dua ta veçoj vetëm Imam Gazalion. Jo pse e kam studiuar thellë, e kam pas pjesë të studimeve të mia në doktorat. Jo vetëm për këtë, por sepse ky dietar i madh, ky kolos i mendimit islam e ka pas një metodë të veçantë, të dallueshme prej një numri të madh të dietarëve të mëdhej të islamit. Ai thot se për ta kundërshtuar një teori, ti duhesh me mësue aq mirë atë sa të jesh në gjendje që të flasësh nga brenda asaj teorie, me terminologjinë e asaj teorie dhe ta kesh parasysh mendësinë e ideologëve, ideatorëve e dietarëve të asaj teorie ose asaj shkence. Pra, ta kuptosh qaq mirë që terminologjitë e saja të përdorura në te për ty të jenë aq të qarta sa të dish ti përdorësh në trajtesat tua, në debatet e tua, apo kundërshtimet e tua që ja bën asaj teorie apo asaj pikpamje. Është i njohur ai shpjegimi i tij, sikur në poezi, kur thot se kur nuk kam debatuar me një fakih, me një fikhist, me një jurist islam, pa e mësuar mirë fikhun, bile më mirë se fikhisti, e pastaj me terminologjinë e fikhut, unë kam debatue në atë shkencë dhe me fukahat. Kur nuk kam debatue as me muhaddithinët, hadithologët, pa e mësuar mirë shkencën e hadithit, diraje dhe rivaje, pa u futur nga brenda, pa e përdorur terminologjinë e hadithit dhe pasi i kam bërë të gjitha këto, kam hyrë në debat dhe i kam kundërshtue apo kam kërkue riparimin e vendeve ku ka pas mangësi. Gjithashtu thët, ai thët për 12 teori kështu, thët kur nuk kam debatuar me një sofist
pa mësuar mirë sufizmin, pa e kuptuar terminologjinë se në çfarë kuptimi e përdorin atë, dhe më pastaj kam dhe kam debatu me sufistët dhe ua kam shpjeguar njerëzve sufizmin. Njëjtë kështu thet edhe për filozofin, pasi e kam lexuar mirë, a Gazali njihet se e ka lexuar germ për germ të gjitha veprat e Aristotelit, të cilat kishin filluar të përkthehen në gjuhën arabe që nga koha e Elkindit, i cili ky i fundit konsiderohet filozofi i parë musliman dhe filozofi i parë arab, bile quhet filozofi arab. Dhe ky aq thellë e studion filozofin, i lexon veprat e shkruara dhe të përkthyera në atë kohë, a nuk kanë qenë të pakta, sepse ka qenë një val, një revolucion i përkthimit të shkencave, të gjitha shkencave evidente atëherë në botë, në gjuhën arabe. Khulefat e parë, dietarët musliman, gjeneratat e para të muslimanëve kanë punuar me përkushtim, sidomos në përkthimin e thesarit shkencor, kulturor që ka qenë prezent atje. Gazalio, edhe këto ta them, e që e kam pas një kapitull të veçantë në temën e doktoratës, këtë që dua ta them, Gazalio e ndan ose i trajton 48 tema më serioze në filozofi, prej tyre 20 i identifikon si nga këndvështrimi islam, nga ato 20 thot 17 në to filozofët bojnë bid'a, ndërsa 3 në to bojnë kufër. Cilat janë temat në të cilat sipas Gazaliot filozofët bojnë kufër? Është tema e parë, kjo hashrul etsat, ringjallja e trupave. Në botën tjetër, a do të ringjallemi vetëm me shpirta apo me trupa, është një temë shumë e thellë, hyt e materia, të fuqia e Zotit, të natyra e materjes sonë që ka me qenën në botën tjetër dhe të ngjashme. Tema e dytë, të cilën thot bojnë filozofët kufër, është ilmullahi bil juz'iyat, dituria e Zotit në raport me partikularët. Partikularët, do më thonë, universalit janë ligjet e përgjithshme evidente të cilat i ka kriju Allahu në natyrë, dhe sipas atyre ligjeve shkon jeta, zhvillohet natyra, funksionon galaksia, ekzistenca në përgjithësi. Tash, pyetja është, Zoti a i di partikularët që ndodhin në natyrë, apo e nje botën vetëm në përmes ligjeve universale të cilat i vendosin natyrë? Ma thjesht, e di Zoti, ta zamë se unë po du tash me marrë qëtë laps, me lëshu në dorë, po du me ka prap, jo s'pe kapi, jo apet që e mora. A i di Zoti që to, para prakisht, apo këto i di në formë partikularesh, qysh sefte ligjin e përgjithësi e pastaj të merret me këto, mos të harxoj kohë ma shumë këto. Dhe e treta që bëjnë kufër është qidemul alem. Bota, materia, a është e krijuar më pastaj apo është eternitet, është e përhershëm, është ezelije edhe ebedije. Në gjuhën arabe, në ilmul kelam, fjala ezeli përkufizohet si ma lejse lehu awwal fi wujudihi, që nuk ka fillim, ndërsa ebedi, ebed, është ma lejse lehu akhir fi wujudihi, që nuk përfundon. Pra, materia a ka ekzistuar me Zotin gjithmonë, apo është krijuar më pastaj. Gazali, ky i tillë, pra, ajo shka dua këtu ta përmendi është se për me e kuptue një temë, thot Gazali, e që për mua është kolos, cilit jam munduar që ti ta praktikoj metodën e ti, për me e kuptue një temë, edhe për me e qyrymek, thuhet në gjuhën arabe, për me e demantue një temë, ti nuk mundesh prej këndej
të fol me një shkencë tjetër, për shembull me hadithin, apo me cilën të shkencë, po thomi shpesh kimia, me terminologji të kimisë, nga këndvështrimi i kimisë, ti me e demantue një ligj për shembull në filozofi, në shkencën e filozofisë, në ekzistencializëm, në ontologji, në kozmologji, në drejtime të ndryshme, pragmatizëm e të ngjashme. Thatë jo, dosh atje me studiu mirë dhe me u marrë. Megjithatë, kjo edhe mua, Çebesa, po Gazalit i ka kushtue pastaj. Për shka, sepse kur ka fol për fikun, a i ka fol si fikhist, ose kur ka fol për tesavufin, a i ka fol si një sufi, edhe njerëzit pastaj e kanë identifikue me atë që po e thet. Që Gazali të ka sufist. Sepse ai nuk ka hinje sikur të na këtu me një haram halal, bidat kufër. Jo. Ai e ka shpjegue fikun, e ka shpjegue tesavufin nga brenda. Dhe identifikimi i tij pastaj nga ana e mos thënë vetëm ignorantëve, po nga ana e awam, të njerëzve të rëndoft, ai është njoh pastaj, është cilësuese që ky sufi, që ky fikhist, që ky muhaddith, që ky filozof, sidomos te filozofia. Jo, megjithatë, ky Gazali i rre besnik deri në frymën e fundit asaj. Tek rasti im për shembull, kur flesja këto 2 vjet të fundit në për intervista, ju ka ra me më dëgjue në televizione shqiptare, Top Channel, CNN, Euronews, kur folsha për Gazën dhe rolin e Amerikës, natyrisht e përshkrujsha me terminologji të atjeshme, të i marë parasysh situatën atje, gjenocidin, vrasjet, do me thonë ato që e dimi çka është të ndodhë. Dhe roli i Amerikës atje ka qenë primar, mbështetësi i pa kompromis i Netanyahu dhe Izraelit. Më shoj vlla, shkatmojsh me boe. Ky anti-amerikan, anti-perendimor që shpo fol për Amerikën. Po natyrisht se son plas në këtë rast, për atje me terminologjin e Amerikës në raport me Kosovën, që konsiderohet shpatimtarja e popullit shqiptar. Kur flas për Kosovën, unë flas me termet e këtuhit, flas me ngjarjet e këtuhit, i liruar nga ajo që ndodh në lindjet mesme, apo në Kinë, apo në Kanadë. Flas për këto. Pra, kjo i kushton njerit natyrisht, sepse ti identifikohesh, ju ka ra identifikohesh, të identifikojnë, ju ka ra edhe juve në rrjetet sociale se ignorant të tërë, qoftë këta ekstremistat, mos thëmë vehabistat, se shkam pa të mbo para një vjetë e gjyse, një muj rresht, shpifjet, shantazhet, për shkak se i përgënjeshtrova në një hadith, të cilën e përdornin për një çështje që s'kishte të bënte me atë çështje, a duhet me përshëndet dhe a duhet me e urue të krishterin nëse është një fest fetare e tyne, e marshin ndaj hadith, kush është si aj, kush rrim me ata është si aj, kush fol si aj, kush veshët si aj. Do me thonë, asë një hadith nuk flet direkt se bën apo nuk bën për një çështje, dhe duke e marrë hadithe tjera, dhe pse pastaj një debat i tillë u detyrova. Ose kënej islamofobët, kur flas për shembull për ndaj çështje, jo pse ky flet kështu, ose për ndaj shkencë tjetër, nuk është e lehtë kjo, por njerëzit të cilët i përkushtohen realisht dhe sinqerisht asaj që duan ta thonë dhe duhet ta thonë, do t'i najnë besnik objektivitetit të asaj që e thonë. Baja gje folja për këta, por mendoj se është e rëndësishme. Tash, çfarë lidhje ka midis shiizmit dhe sufizmit? Megjithëse që mund të thuhet se shiizmi dhe sunnizmi janë 2 fjalë që tregojnë të njëjtin realitet, një nga problemet më delikate që ka të bëj me këtë çështje në historinë islame është pikërisht marrëdhënia e sufizmit me shiizmin. Nuk është aq e lehtë me e prue fjalën përfundimtare.
edhe shiizmi, edhe sufizmi janë pjesë e natyres së brendshme të besimit islam. Kanë të bëjnë ma shumë me spiritualitetin dhe ajo që i bën dietarët, analistët, qoftë nga bota shiite, qoftë nga bota sunnite, qoftë nga sofistët, që i bën këta me thonë se shiizmi dhe sufizmi gati janë një dhe janë shumë të përshtatshëm, janë për shkak se burimet e tyre, metodën e tyre, jetësimin fetar të tyre e kanë shumë të njëjtë. Dhe unë kam identifikuar disa pika nga burime shiite të cilat flasin për një shmërin e sufizmit me shiizmin. E që mendimi im ipët në fund të kësaj teme se tarikatët tek ne a janë shiite apo janë sunnite. Është me rëndësi për me kuptue shtjellimin e më tutjeshëm me përmend një gjë tepër të rëndësishme. Pak flitet për tek ne për këtë. Islami, meq të dashur, ka dy përmasa. E ka egzoteriken, arabisht quhet dhahir, atë pjesën e jashtme, formën që e shpjegojnë në logjik, se çdo entitet e ka formën dhe e ka përmbajtjen. E ka substancën dhe e ka aksidentin në filozofi. Në logjik është forma e brendshme dhe përmbajtja. Qarku dhe përmbajtja. Nejse. Pra, Islami ka dy përmasa. E ka egzoteriken, atë shka është dhahirije, e jashtme që shihet nga jashtë, dhe e ka ezoteriken, në arabisht batinije. Në islamistik, këto dyja njihen si dy vertikalet e Islamit. Por, Islami është i përbër edhe nga një struktur tjetër, horizontale, nga kjo perspektivë që po flasëm, dhe ajo është shiizmi dhe sunnizmi tash. E para ke vertikalja, egzoterikja dhe ezoterikja, ndërsa horizontalja shkojnë paralel shiizmi dhe sunnizmi. Përderisa në sunnizëm, kujdes, përderisa në sunnizëm, tek sunnit, vetëm sufizmi është pjesa ezoterike e brendshme, në shiizëm edhe ezoterizmi, edhe egzoterizmi shkojnë bashk paralel. Kuptu dallimin midis shiizmit dhe sunnizmit. Po e përsëris, përderisa në tek sunnitet, vetëm sufizmi është pjesa apo përfaqëson ezoterikën e tij, të brendshmën e tij, në shiizëm edhe e brendshmja edhe jashtmja, edhe ezoterikja edhe egzoterikja shkojnë bashk dhe paralel. Do me thonë, në botën sunnite, ezoterizmi islam, apo quajtur gnosa, kristalizohet në formën e sufizmit, ndërkohë që në botën e shiizmit, që të dyja derdhen në strukturën e saj. Edhe sunnitet e pranojnë se sufizmi ka ngjashmëri të madhe me shiizmin. Bile, ky Ibn Khalduni, që është sunnit, thëtë se sufit janë të ngopur me teoritë të ndryshme shiite. Teoritë shiite janë fut në idetë sufiste aq thellë sa që mbështesin edhe ritualin e përdorimit të hirkës, asaj pelerines që e veshin imamët dhe që e kanë veshën sufit për gjatë gjithë historisë dhe deri në ditët e saqme. Se çka është kjo, shpjegoj pak më vonë, më në detaje po. Kjo përdorimi i hirkës rrjedh kur Aliu radiallahu anhu ja kishte veshur Hasan el Basriut atë pelerinën në shenjë solemniteti se po i bashkohej rendit mistik apo rendit sufi, të cilën e përfaqësonte Imam Aliu. Sipas sufive, kjo rrugë më pastaj u vazhdua nga Gjunejdi, që është një sheh sufi, një sufist i fortë.
Nga këndvështrimi shii pra, të nderuar, shiizmi është origjina e asaj që njihet më vonë si sufizëm. Shiizmi është origjina e asaj që do të njihet më pastaj si sufizëm. Mirë po, këto, përderisa po them shiizmi, termin shii nuk nënkupton ato shiizmin historik që zhvillohet më pastaj si pjesë e ndarë nga sunizmi, por nënkupton shiizmi, ky sufizmi e shiizmi në këtë rast, ato udhëzimet ezoterike, shpirtnore, spirituale të Muhammedit a.s., të pejgamberit të Zotit, që quhen esrarun nebi, ato që i ka ditë vetëm pejgamberi sipas sufizmit dhe shiizmit, ndërsa në shiizëm ky esrarat e pejgamberit e kanë terminologjinë e vet të veçantë dhe quhen taqiyye. Ajo që pra i përbashkon këto dy grupe në këtë pikë është ezoterizmi ose gnosa islame, se çka është ezoterizmi, irfani sen kena me i dëgjue. Një gjë shumë me rëndësi dua ta përsëris edhe një herë. Mbajeni mend, sufizmi nuk përbën shariat. Ai është vetëm rrugë shpirtërore, hakikat, i lidhur me shkolla shariatike, medhhebe, si për shembull me Maliki, Shafi, Hanefi, kurse shiizmi përbën edhe shariat edhe tarikat. Edhe njëre, sufizmi nuk përbën shariat, por është rrugë shpirtërore që në sufizëm quhet hakikat, e ata të cilët janë në hakikat, nga kjo perspektiva e jashtme, mund të jenë pjesë e shkollave shariatike apo që njihen medhhebe. Për shembull, kiti sufi që i takon medhhebit Maliki, që i takon medhhebit Shafii, që i takon medhhebit Hanefi, por ma pak Hambeli të Ahmet ibn Hambelit. Kurse shiizmi, për dallim nga sunizmi, për dallim nga sufizmi, më falni, përbën edhe shariat edhe hakikat në të njëjtën kohë. Tash, esenca, në cilat pika bashkohen, shkojnë paralel, i ndajnë së bashku shiizmi dhe sufizmi. Një, imamët e ehli bejtit në sufizëm luaj një rol themelor, por si përfaqësues të ezoterizmit islam, e jo specifikisht si imam shet, sipas organizimit të mëvonshëm të besimit shi. Hadithi i njohur i pejgamberit, unë jam qyteti i dijes, Aliu është porta e tij, pranohet si i njëjtë nga shetet dhe sufit. Edhe sufit, edhe shiit, njëjtë e pranojnë vërtetësien, autenticitetin e hadithi. Do me thonë, ajo që quhet el khilafe ruhanije, si në shiizëm, si në sufizëm, khilafe ruhanije, khilafeti shpirtnor i Aliut, në sufizëm, në sufizmin sunnet, nuk manifestohet si diçka specifike shiite, por si diçka që njihet si e batinijetul islam, ezoterizmi i islamit. Pra, pranimi i Aliut si një lider edhe shpirtëror bën që dietar të njohur islam të konstatojnë për lidhjen shumë të fuqishme midis shiizmit dhe sufizmit. I keni pa tarikatët, teqet, këto kanë fotografinë e Alijes aty. Njëjtë është sikur edhe në Iran, por mos paragjykoni shpejt, mos bëni vendime shpejt, pse unë jam duke i spjeguar këto. Unë po flas sipas burimeve shiite, njëjtë siç ka fol Gazaliu për fikhun, për filozofien nga brenda.
pa marë parasysh, a e kanë cilësu, etiketu ato se është sofist, se është kimist, se është fizikien, se filozof, ai fort nuk ka bo dert për këtë punë. Ai e ka vazhdue, e ka shpjegua shkencën si kur që dohet. Pika e dytë, në islam në përgjithësi, e tek sufizmin në veçanti, ekziston diçka shka quhet vali, shkurtimi i fjales veliullah. Me përkthyshep dosti i Zotit, miku i Zotit. Kurse shejtnia që lidhet me valion quhet vilaje, në persisht velajet. Kjo është pika e dy që i lidh sufit dhe shiit. Velajet, që do më thonë? Do në të thotë, pozita integrale e nisur nga nubuve dhe risale të profetve, ju dini, nubuveti, profecia, shpallja, komunikimi hynor, ka të bëj me profetet dhe Zotit, pra, që ky velajet do në të thotë, pozit integrale e vazhdushme e nisur nga nubuveti apo nga risale e profetve, e pastaj ky autoritet, ky komunikim spiritual kalon tek Aliu dhe Fatimja, e në përmes tyre tek Hasani dhe Huseini, dy djemt e tyre, e më pastaj edhe tek gjithë imamët e tyre, ata 12 imam. E me që imami i 12, Mehdil Muntadhir, është ende gjallë, nuk ka vdekur, unë ka njerë thëmë, që të është aje këfinta pse e konsiderojnë gjallë, edhe ka më këthy, edhe kjo puna e këthimit të shpëtimtarve të nderuar. Mos kujtoni sa është vetëm të islami, ka më këthy Hazreti Isa, ka më këthy Mehdio, ka më këthy këtë tjetëri, edhe të krishterët është njëjtë, edhe të hindosët është njëjtë, edhe të brahmanët është njëjtë, edhe të budistët është njëjtë, edhe të zorastrët është njëjtë. Kjo teoria e këthimit të shpëtimtarit ka marrë më na i kry neve, më na bo fet, më na i kry probleme tona, më na i myt armisht. Kjo është teori, nuk është islame. Gjindet edhe në literaturën islame, por nuk është burimore vetëm islame, sepse budistat, të cilët e presin Budën me u kthye, janë po të njëjti që thonë se ka më kthye edhe në teori e kanë fjallën Mehdio. Nejse, pra, që ky Mehdio, Muhammed el-Mehdi, Mehdio el-Muntadhir, Mehdio i pritur, me që është gjallë që ajo lidhja spirituale, profetike, nubuvet risale, kalon më pastaj të si velaje, të Aliu, të Fatimja, të 12 imamet dhe aj imami atje ku është të nejtë, ku me ditë Monteveresta, në Qila, në Siriosa, në Dil e di 100% se jo se nxehtësia pak se e madhe atje, shtirë është me nejten, edhe prej ati nxiren frymëzime dhe vazhdohet jeta e këto. Që kjo që quhet dairetul welaje, shqip, cikli i vilajetit, i trashëgimisë, që vje pas dairetun nubuve, ciklit të nubuvetit të shpalljes, vazhdan edhe sot e gjithmonë do të vazhdoj si garancë e rrugës ezoterike, batinie, të brendshmës gnosës islame, si pas shiitëve gjithnjë dhe sufizve. Kjo është arsyeja pse sufit i kanë kushtuar një rëndësi kaq të madhe vilajetit. Qysh nga koha e Hakim Termidhiut, nuk është e frekshme kjo. Pra, nga që kjo perspektiv, më falni, shiizmi dhe sufizmi janë të ngjashëm, skajshmërisht. Dallojnë vetëm në vilajet, ose velajet, wilaje, se kush është ai që e trashëgon velajetin, që di wilaje. Tek shiitët janë imamët, ndërsa tek sufit janë shehlerët. A kuptuat? Të dytë pajtohen në këtë teori, dallojnë vesh në atë se
Shetet thojnë, imamët janë ata shka janë trashëgimtarët e qëti, që soj fryme profetike të Aliu të Fatimja dhe vazhdojnë me imamët, ndërsa sofit thonë se këte e bëjnë shehleret e mdhaj, emrat e mdhaj të tyre. Po e shfrytëzoj rastin, me i thënë, cilët janë 12 imamët të cilët konsiderohen masum, në fakt në shiizëm 14 vet janë masum. Një është Hatijja, Muhamedi a.s. Dy është Hatijja, nuk e dije, jo Hatijja, dhe më pastaj vinë 14 janë Muhamedi a.s. Një tjetër dhe janë këta 12 imam masum të pagabushëm, e kam shpjegue pagabushmërin une në një video të kaluar, çfarë do të thotë pagabushmëri e profetëve. Ajo rre një melashe për mi kry si që keq, si që kanë. Kur dojnë me bo diçka gabim, gjyna, mëkat, ja e kapim për krahe, apo ajo ndjenja e pagabushmëris vije nga frika e profetëve që të mos gabojnë, apo, si që kam thënë dhe kjo e treta është e vërtet, se pagabushmëria e profetëve në kuptim të mëkateve fetare është ndjenjë e ngulitur në shpirtin e profetëve, të cilët sufit dhe shetet thonë se profetët para se të kanë qenë profet, kanë qenë euliaullah, miq të Zotit, të dashurit e Zotit. Pra, si do që tjetë, 12 imamët e shiizmit janë Ali ibn Ebi Talibi, një që quhet me atë pseudonimin e tij Emirul Mu'minin, pastaj është Hasan bin Ali, që quhet El Mujtaba, pastaj është Husein bin Ali, që është Sejjidu Shuheda, dëshmori i dëshmorëve, pastaj është Ali bin Husein, që quhet Zejnul Abedin, pastaj Muhammed El Bakir, që quhet El Bakir, i virgjeri në moralin dhe në pastërtin e tij, pastaj është Ja'fer Sadiq, që quhet El Sadiq, pastaj është Musa Kadhim, që quhet El Kadhim, pastaj është Ali Rida i teti, ndër më të njohurit të imamët, ndër më të njohurit, jo më i njohurit, ndër më të njohurit që përmeni shumë në literaturë, pastaj nënt është Muhammed El Jawad Muhammed Taqi, e ka pseudonimin, pastaj Ali Naqi, që quhet El Hadi, pastaj Hasan El Askeri, që quhet El Askeri, dhe Muhammed Mehdi, që njihet me emrin e tij El Mehdi El Muntadhir, apo Mehdi të cilin jemi të e prit në ardhë. Çështja e tretë në të cilën ka të bëj me barazijen e velajetit dhe kësaj është çështja e velajetit që manifestohet nëpërmes veshjes së hirkës, asaj pelerinës. E thash në fillim të videos se kam e spjegu pak më vonë se është me rëndësi. Është pjesë integrale e bashkimit të sufive dhe shiive në një pikë. Hirka sufiste, që ato kur e veshin, e keni po atë serialin Osmani, ai Ibn Arabia që hes me ata, për më është e bukur, që në fakt me ju thonë drejten, e kam shpjegu me një video. Mos ta teprojën e kam shpjegu, po sa me ju rikujtue. Që ajo hirka, që ajo pelerina, është në fakt, ajo mund tjetë në një tjetër dishka, por burimin e ka të ilirët. Ilirët kanë qenë të njohur me veshmbathjet e tyre, kanë qenë zotni. Pelerina e parë që njihet në historinë e njerëzimit është pelerina ilire. Qa që kon e bukur, qa që kon e maru me mirë pej leshit e pej atyre materialeve, tekstileve të atëhershme, e mëndafshit, sa edhe perandorët e romak e shtin në praktik, ka qenë endalume me veshën dikush tjetër atë pelerin ilire, pastaj futet në jetën e përditshme dhe romakët në kohën romake pelerina ilire u konë. Që kjo pelerin ilire, pas ardhjes së krishterimit në Ballkan, që hynë nëpërmes tokave ilire, nëpërmes tokave shqiptare, kalon pastaj edhe në
lindjen e mesme e deri atje në Indi. Si dhe që tjetë. Hirka, që kjo pelerina, simbolizon përcjelljen e fuqis spirituale, e cila e bën muridin, e thamna, pardje, murid është nxënësi shpirtnor, talebja e dëgjueshme tere në skajshmëri e kujt e murshidit, mësuesit, udhëhecit. Murshid është shehi, udhëheci shpirtnor, ndërsa murid është nxënësi i cili shkrihet tërësisht në qenjen në dashurin e Zotit. Thuaj se bëhen një me këtë terminologjin sufiste. Jënë aq të afërt sa është i afërt i dashuruari në të dashuruarën. Ata me trup nështë nuk janë një, por shpirtat me dashuri aq shumë i lidhin sa frymojnë njëjtë gjithnjë sipas edhe poezive mistike, sufiste, që janë të njohura me shpjegimin e dashurisë në mënyrë të mahniqme. Për këtë arsye, kur dikush që nuk e kupton gjuhën e poezijës, katalezon Rumiun, Ibn Arabiun dhe të tjerë, ata të cilët nuk kanë predispozita me kuptue gjuhën poetike, thojnë që pas ka bo kufër. O zotni, gjuha poetike është diçka tjetër. Në logjik konsiderohet gjykimi me premisa imagjinative, çështoj e ka definicionin. Në logjik, poetika është gjykimi apo konkluzioni me premisa imagjinative, të cilat nëpërmes imagjinatës el khayal e përshkruajnë realitetin e jashtëm. Dhe Ibn Arabio edhe Gjelaluddin Rumi më pastaj, kur flasin për dashurinë, për këto gjana, disi me këtë logjikën e saqme ndjejnë se është një dozë bajagje theksume edhe e erotizmit, e feminizmit, por edhe e erotizmit. Këtë pikë do të përmenin në pjesën e 4, kur të flas për gabimet e skajshme, trashaninke, të pabesueshme, dalja prej kolosegve, njërë ekstreme prej binarve të normales dhe binarve të islamit, që e bëjnë disa tarikate, disa shehler gjithandej në përbot. Si do që tjetë, që kjo hirka simbolizon përcjelljen e fuqisë spirituale, të cilën e bën murshidi në muridin. Kështu, praktika e veshjes së hirkës shoqërohet ngusht me shiizmin. E njëjta hirkë te sufit është edhe te shetet. Sipas të famshmit hadithul kisa, nifet që shto e ka emrin, Muhamedi alayhi salatu wasalam e thirr Fatimën, e thirr Aliun, Hasanin dhe Husejnin, dhe u hedh mbi një herka, një mantel, një mbules. Tek sufistët dhe shiitët, që ky mantel simbolizon kalimin e velajetit të profetit në formën e velajetit të pjesshëm që quhet velajetu Fatimije. Velajeti i Fatimës, ajo fryma profetike, ai komunikimi me Zotin, ajo gnosa e fshet e profetëve me Allahun në një format tjetër, në përmes hirkës që simbolizon kalimin e qësaj tek njeriu, tek shiitët dhe sunnitet, është si velaje Fatimije, që është tejet i rëndësishëm. Kjo velaje vje në përmes Fatimës, tek djemt e saj, pastaj tek imamët. Historia e velajetit dhe mantelit e bën të qartë faktorin e përbashkët dhe të rëndësishëm midis sufizmit dhe shiizmit. E pamundën me bitis këtë tim. Po e la, unë e vazhdoj me një rinqizimin e jo
Posa të dëgjoni këto, e vazhdoni pjesën e tjetër të kësaj video dhe po mbetet pastaj jo 4, po 5 pjesë të sufizmit. Deri atëherë, mirupafshim.